përparësia e mbajtjes së qenit ose kafshës është pikërisht kjo që një mënyrë detyron me dal jashtë shtëpisë, sidomos herët, shkaku që sigur gjatë ditës nuk i ku mu marrë shumë me shëtitje qenit, kështu që ai ty vetë detyron shkaku i përgjegjësisë që e ki ndaj tij, ti detyrohesh me dal jashtë, po të njëjtën kohë ti po përfiton prej asoj dalje. Domethënë sigurisht që më shumë ndoshta po përfiton ti se sa vetë kafsha, vetë qeni. Edhe nga kjo unë shpesh e them që shpesh ne mendojmë që ne jemi ata që po kujdesemi për kafshën, qenin këtë rast, po në realitet qeni ose kafsha është duke u kujdesur për neve. Shkaku që nëse nuk kish me qenë nëse nuk kishe mi pas ata qenë, sigurisht që as ti nuk ishe zgju çdo herë në ora 5 mëngjesit. Sakt. Shkaku që kafsha çdo herë vepron sipas instinktit që e ka. Domethënë nëse ju dilet del, nëse ju hahet han, ndërsa nuk menon shumë, domethënë momentin që i vjen një mendim ajo ato e realizon, e zbaton. Ndërsa njeriu është i prirur me mendu ma shumë. Tash ti kur dën me dal mëngjes, ti mendon që ki me shku në punë, ki me bo ato, ki me bo këto, edhe nuk mundesh me realizu planin që i zhdasht me realizu. Kështu që përmes qenit, një farë mënyre ti detyrohesh me kry aktivitetin fizik që në realitet përfitojnë edhe pronari edhe qeni këtë rast.